Kryetari i Këshillit Kombëtar i Partisë Demokratike Edi Paloka denoncoi kërcënimet që po i bëhen Lulzim Memashit, antar i Partisë Demokratike që dokumentoi me video se si Edi Rama blu votat në Dibër në zgjedhjet e 11 majit. Memashi është kërcënuar me jetë Paloka. Në video sipas demokratit vërtetohet se PS ka paguar 500.000 lekë për 5 vota. Jam për të bërë një tjetër denoncim. Autori i kësaj videoje është Lulzim Memashi, që është këtu me mua, zotëria, është antar i Partisë Demokratike prej vitesh, ka qenë komisioner në edhe në këto zgjedhje, ai bashkë me vajzën, është familjar në një gjendje shumë të vështirë ekonomike, në fakt ka dhe një djalë smur, bashkëshortja e ka lënë disa muaj më parë, detyrohet sot me një makinë që me ka marrë jo me paratë e veta të punoj taksi. Mbas daljes së saj videoje, dije në vendin e tij të punës, pra aty ku qëndron për të punuar taksi, i kanë vajtur 2 persona që e kanë kërcënuar. Fjalët kanë qenë: çfarë i ke bërë vetes me atë që ke nxjerr? Do ta shohë ç'do të bëjmë. Paloka deklaroi se në vijim PD do të bëjë publike edhe denoncime të tjera të shitblerjes së votës.